Allah mi ka dhënë gjithat mirat, çka mund me bën përveç namazit për ta falendruar ata. Përderisa bën këtë gali, domethënë me falendru Zotin, kjo është shaj e mirë. Pastaj tjetra, kryej farzët e Islamit, shahadetin, namazin, agjërimin, zakatin, haxhin, 5 kushtet e Islamit, mësoj mirë 6 kushtet e imanit, besoj mirë sakt me zemër. Pastaj mos e qatë ato të mira që ka dhënë Zoti në haram, mos e qatë, pra ruju harameve. Pra nga një anë kryej farzët, nga ana tjetër largo prej harameve. Pastaj respektoj prindrit, jep sadaka sa të mundesh. Edhe mundohet që me ato të mira që ka dhënë Allahu mos mu çu pesh. Me najt me pas kujdes. Respektoj babën e nënën nëse i ke gjallë. Mundohet sa të mundesh për ta, me dhanë, me fut gëzim në zemrat e tyre. Nëse i bën çato, ato cikrimet e tjera, sunetet, nafilet, vin vetvetijo. Nëse i ke parasysh çato farze që ti përmena. Alhamdulillah.